Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 9 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Prill. Ngjarje 1940, lufta e dytë botërore, ushtrit gjermane sulmojnë Danimarkën dhe Norvegjin. 1945, u themelua Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Energji Atomike. 1953, kompania filmike amerikane Warner Brothers e paraqiti filmin e parë 3D të quajtur House of Wax. 1957, kanali Suezit në Egjipt u pastrua dhe u hap për anijet. 1992, ish-drejtori në Panama, Manuel Noriega, u dënua me 30 vite burgim. 2003, trupat amerikane hynë në Bagdad. 2008, Parlamenti i Republikës së Kosovës miratoi kushtetutën. Lindje 1821, lindi Charles Baudelaire, poet simbolist francez. 1872, lindi Léon Blum, politikan francez. 1877, lindi Lev Nossi, politikan dhe adhetar shqiptar. 1933, lindi Jean-Paul Belmondo, aktor francez. 1947, lindi Isa Kastrati, dëshmor i kombit. 1967, lindi Sam Harris, autor amerikan. Vdekje 1483, vdiq Eduard IV, mbreti anglis. 1626, vdiq Francis Bacon, filozof anglez. 1961, vdiq Ahmet Zogu, politikan shqiptar, kryeministër, president dhe mbreti i parë i Shqipërisë. Festa dhe përjetore, dita e kushtetutës së Kosovës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Niels Bohrit, i cili ka dhënë një kontribut të madh në fizikë dhe kimi. Niels Bohr dha kontribut themelor për të kuptuar strukturën atomike dhe teorinë kuantike, për të cilën ai mori çmimin Nobel në fizikë në vitin 1922. Gjithashtu, një filozof dhe një promovues i kërkimit shkencor arriti që të bëhej. Bohr zhvilloi modelin e atomit në të cilën ai propozoi që nivelet e energjisë elektroneve janë diskrete dhe se elektronet rrotullohen në orbita të qëndrueshme rreth bërthamës atomike, por mund të kërcejnë nga një nivel energjie në tjetrin. Megjithse modeli i Bohrit është zëvendësuar nga modele të tjera, parimet e tij themelore mbeten të vlefshme. Ai konceptoi parimin e komplementaritetit, që artikujt mund të analizohen veçmas në terma të vetive kontradiktore, si të sillen si një valë ose një rrjedh grimcash. Bohr u arsimua në shkollën latine Gammelholm, duke filluar kur ishte 7 vjeç. Në vitin 1903, Bohri u regjistrua në Universitetin e Kopenhagës. Drejtimi i tij ishte fizika. Ai gjithashtu studioi astronomi, matematikë dhe filozofi. Në vitin 1905, në një konkurs për medaljen e artë që u sponsorizua nga Akademia Mbretërore Daneze e Shkencave dhe Letrave për të hetuar një metodë për matjen e tensionit sipërfaqësor të lëngjeve, që ishte propozuar në vitin 1879. Kjo metodë përfshinte matjen e frekuencës së lëkundjes së rrezës së një rrymë uji. Bohr kreu një sër eksperimentesh duke përdorur laboratorin e babait të tij për të përfunduar eksperimentet e tij. Ati ju desh të bënte enët prej qelçi, duke krijuar epruveta me seksionet e nevojshme eliptike. Esia të cilën ai e dorëzoi në minutën e fundit fitoi çmimin Nobel në lidhje me këtë temë.
Ai më vonë paraqiti një version të përmirësuar të letrës në shoqërinë mbretërore në Londër, për botim në transaksionet filozofike të shoqërisë mbretërore. Boret ju deshën 9 muaj të tjerë për të fituar teorinë e elektroneve të metaleve. Bore zgjeroi modelin e Lorenzit, por ende nuk ishte në gjendje të llogariste fenomene si efekti Hall dhe arriti në përfundimin se teoria e elektroneve nuk mund të shpjegonte plotësisht vetitë magnetike të metaleve. Teza u pranua në prill të vitit 1919 dhe Bohr kreu mbrojtjen e tij zyrtare më 13 maj. Në vitin 1910, Bohr takoi Margaret Norland, motrën e matematikanit Niels Erik Norland, me të cilën u martua dhe bën 6 djem. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlera e ushqyese të huito, i cili është një bim që zakonisht rritet në pyjet tropikale të Amerikës së Jugut, Meksikos Jugore dhe në ishujt e Karajibeve. Huito ka veti shëruese. Gjithashtu është një frut që përmban antioksidant, gjithashtu përmban vitamin C, vitamin B, kalcium dhe fosfor. Përfitimet të lëngut huito janë të larta në fibra, si dhe vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë manganin dhe hekurin. Disa nga përfitimet shëndetësore të frutave përfshin aftësinë e tij për të ndihmuar në humbjen e peshës, kontrollin e diabetit, përmirësimin e tretjes, uljen e kolesterolit dhe rritjen e niveleve të energjisë. Mund të jetë gjithashtu mbrojtës kundër disa llojeve të kancerit dhe sëmundjeve të zemrës. Parandalon çrregullimet e syve. I pasur me përbërës të tillë si karotenoide, lutein dhe zeanktin, lëngu i huitos është një burim i besueshëm për të luftuar çrregullime të ndryshme të syrit. Studime kanë provuar se konsumimi i lëngut huito në baza dietore mund të parandalojë që sy tuaj të bien pres sëmundjeve si glakoma, katarakti dhe degenerimi i muskujve. Por më tepër, lëngu i freskët i marrë nga huitos thuhet se përmirëson dhe shikimin e dobët, forcon kockat. Përfitimet e lëngut huito kanë potencialin për të përmirësuar shëndetin e kockave, fal pranisë së mineraleve të ndryshme si mangani, bakri dhe fosfore. Promovon tretjen. Lënda ushqyese është thelbësore për mirëmbajtjen e sistemit tretës. Një nivel i pamjaftueshëm i tij mund të kontribuojë në dispepsi për shkak të prodhimit të pamjaftueshëm. Konsumimi i lëngut të këtij fruti ndihmon në tretjen e duhur. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Përfitimet e lëngut huito përfshin lëkurën tuaj. Studime kanë treguar se nivelet e duhura të vitaminës C mund të përmirësojnë gjendjen e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Lëngu i frutit huito është i bollshëm me vitaminë C dhe mund të nxjisë elasticitetin e lëkurës. Konsumimi i rregullt i këtij fruti gjithashtu do të rifillojë të rinovojë qelizat e dëmtuara. Për më tepër, ky frut përmban vitaminë E, e cila është shumë e dobishme. Ruan shëndetin kardiovaskular. Zemra është e ndjeshme ndaj stresit oksidativ, prandaj duhet të merrni masa paraprake në këtë drejtim. Sipas disa studimeve thuhet se lëngu i këtij fruti përmban kalium dhe ndihmon në funksionimin e duhur të enjve të gjakut duke i zgjeruar ato. Gjithashtu është thelbësore paseinat ose arteret e bllokuara, kontribuojnë në mpiksjen e gjakut, prandaj konsumimi i frutit huito mund të parandalojë mpiksjen e gjakut. Parandalon anemin, duke qenë se është i pasur me hekur dhe bakër. Huito mund të rrisë në mënyrë efikase nivelin e hemoglobinës në trupin tuaj. Huito gjithashtu mund të largojë simptoma të tilla si dobësia, lodhja dhe funksionimi jo i duhur metabolik. Për qelizat kancerogjene, lëngu huito është një central energjetik i karotenoideve dhe antioksidantëve që janë thelbësor kur bëhet fjalë për luftimin e kancerit. Ushqyesit janë të nevojshëm për të konsumuar pasi ato paksojnë praninë e radikaleve të lira në trupin tuaj. Të pasur me antioksidant, huito mund të luftojë në mënyrë efikase radikalet e lira, duke eliminuar shanset për të prekur nga kanceri. Radikalet e lira janë qeliza nga qelizat malinje që kontribuojnë në shkatrimin e qelizave tuaja të shëndetshme, duke shkaktuar dëme oksidative në të gjitha organet vitale. Huito përmban veti antiasmatike, nuk mund të trajtojë vetëm sëmundjen, por mund të largojë dhe simptomat që lidhen me sëmundjen. Thuhet se lëngu i këtij frutave
mund të ndihmojnë në zbutjen e presionit dhe stresit në mushkëri dhe sistemit tuaj të frymëmarrjes, duke parandaluar fillimin e një sulmi azme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 9 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në disa zona veriore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe pasditja vijon me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 13 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 18 gradë Celsius, Berat 10 deri në 18 gradë Celsius, Korç 3 deri në 12 gradë Celsius, Vlorë 11 deri në 17 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 17 gradë Celsius, Sarandë 10 deri në 18 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 9 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta. Paraditja dhe pasditja do të jenë me intervale me diell dhe vranësira të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovic 1 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 0 deri në 11 gradë Celsius, Skënderaj 1 deri në 13 gradë Celsius, Pej 0 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 0 deri në 12 gradë Celsius, Gjakov 3 deri në 14 gradë Celsius, Malishev 2 deri në 13 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 1 deri në 12 gradë Celsius, Kaçanik 1 deri në 11 gradë Celsius, Suharek 2 deri në 14 gradë Celsius, Prizren 1 deri në 12 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.